fije gjithmonë më tepër për arrestime për para zgjedhjeve. Tani, çfarë është një bombë reale, apo është një bombë retorike, apo është një shashk? Karabuço. Vetë drejtuesi i prokurorisë posaçme është shprehur disa herë edhe para gazetarëve, por edhe në media, në publikimet, edhe me vetë intervistat që ka dhënë, që ne nuk selektojmë kohën dhe subjektet. Ne po na doli fakti penal, do të marrim masat të menjëhershme, qoftë masat të karakterit shtrëngues, qoftë masat të tjera, të cilat tregojnë që ndaj këtij personi ka filluar një hetim. Dhe kjo nuk lidhet fare as me fushatën zgjedhore, as me ditën e votimit. Por, ndërkohë, deri në atë pikë, ose deri në atë ditë... Si ka bota rregullat? Më fakt, deri ja do ta shpjegoj. Deri në atë ditë që vetë zot Dumani bëri këtë zbulesë, politika kishte fjetur mendjen e të gjitha krave që tani fillon fushata, s'ka më spagu mbas zgjedhjeve, siç i kanë këta llafet e korridoreve dhe të kafeneve. Ndërkohë që kjo ishte institucionale. Dhe në momentin që ne, sepse fushata 3 ditësh është për këta e fillojnë që para qenë janare ka filluar. 45 është kjo, si, mirë, dakor, këtë drejt. Ai ja fat. Pra, fushata ka filluar shumë herët. Dhe kur ndodhi arrestimi i kryetarit të Bashkisë Tiranë. Po shumë herët ka mundë se është big business. Po pra, kur ndodhi aty, këta u vunë alarm. Po. Që ky e paska seriozisht të punë. Pra ky do vazhdo ka arrestimet, po doli do vazhdoj. Dhe ndërkohë, kjo përkon edhe me një gjë tjetër, që janë disa prej dosjeve që kanë nivelet larta, qoftë administrative, qoftë politike, edhe të biznesmenve, se janë një triangulim krahas krimit organizuar që është më vete, që janë gati, kanë mbaruar veprimet, se disa janë edhe me afate. A dhe pse nuk po ekzekutohen? Pastaj është zgjedhja e tyre se kur e bëjnë, po do ta bëjnë shpejt, dhe këto do bëhen para zgjedhjeve, unë jam bindur për këtë. Edhe nga kjo për llogaritë që bëjmë ne dosjeve, ka hetime që pritin le të porosin nga jashtë, zjasin, nuk mund ta themi që do bëhen para, nuk e parashikojmë dot. Këto e kanë qenë edhe subjekte shumë, edhe subjekti i hetimit ka qenë shumë i thjeshtë. Po ka edhe hetime që le të porosin kanë ardhur. Se to pasurorët, janë shumë të thjeshta, se janë aritmetike, kanë 16 veta ata ekspert për këto punë aty.